Sa herë dëgjojmë fjalën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot kush agjeron Ramazanin me besim në Allahun dhe duke shpresuar shpërblim tek ai, i falen mëkatet e kaluara. Gjithashtu kur e dëgjojmë edhe si hariqin tjetër që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot kush falet gjatë Ramazanit, është për qëllim namazin e natës apo të taravis, me besim në Allahun dhe duke shpresuar në shpërblim tek Allahu, Allahu ia fal mëkatet e kaluara. Çfarë na sjell në mendje ky përgëzim i Muhamedit alayhi salatu wasalam? Kjo na tregon se sa i interesuar është Allahu i lartësuar që të na liroj prej mëkateve. Allahu shumë i interesuar që të na marrë në botën tjetër dhe të na nxjerrë në ditën e llogarisë, për të dhënë llogari para tij sa më pak mëkate, sa më të liruar nga mëkatet. Andaj kuptoje mesazhin e Allahut të lartësuar drejt agjëroje muajin e Ramazanit, falu gjatë muajit Ramazanit, adhurim në nënshtrim ndaj Allahut, afrim tek Allahu i lartësuar, falje e mëkateve, lirim prej mëkateve dhe gjithashtu edhe shpërblime të shumta. Pra Allahu i lartësuar është interesuar që në botën tjetër të na nxjerrë pa mëkate. A jemi të interesuar edhe ne që të lirohemi prej mëkateve dhe ta takojmë Zotin ton me sa më pak mëkate?